A është e mundur që një sëmundje të përdoret si armë? A është mundur që një qytet i tërë të kthehet në një varr gjigant brenda pak javësh? Dhe mbi të gjitha, a është e mundur që kjo të ketë ndodhur pikërisht në trojet shqiptare? Në vitin 1747, qyteti i Gjakovës përjetoi një nga momentet më të errëta të historisë së tij, një murtaj që përhapi panik, izoloi qytetin nga bota dhe la pas histori që edhe sot i mglojnë si legjenda të frikshme. Por ajo që e bën këtë histori edhe më tronditse është dyshimi që u përhap mes njerëzve. Mos vallë kjo sëmundje nuk ishte thjesht një fatkeqësi natyrore. Para se të vazhdojmë me këtë histori të pabesueshme, pëlqejeni videon dhe abonohuni në kanalin Histori Epike, sepse këtu zbulojmë ngjarje që rrallë tregohen. Pranvera e vitit 1747 kishte filluar e qetë në Gjakov. Marsi ishte i bukur. Qyteti ishte plot gjallëri dhe tregtarët vazhdonin rrugën mes maleve të Tugaxhinit. Por njerëzit filluan të vërenin diçka të pazakont. Ushtria osmane po lëvizte vazhdimisht nëpër zonë. Kolona ushtarësh kalonin ditë e natë. Karavane të armatosura, urdhra të fshehtë dhe një tension i çuditshëm që po mbulonte qytetin. Askush nuk e dinte pse po ndodhte kjo. Një nga njerëzit që i pa këto zhvillime nga afër ishte prifti dhe dietari i njohur shqiptar Gjon Nikol Kazazi. Në shënimet e tij ai përshkruan frikën që kishte filluar të përhapej mes banorëve. Ai shkruante se njerëzit ndjenin se një fatkeqësi e madhe po afrohej dhe ai kishte të drejtë. Sepse vetëm pak ditë më vonë, Gjakova do të përballej me një armik që nuk shihej, por që vriste më shumë se çdo ushtri. Më 28 mars 1747 erdhi lajmi që tronditi qytetin. Kajmekami i Gjakovës shpalli se një sëmundje e rrezikshme kishte shpërthyer në qytet. Ishte murtaja. Në atë kohë murtaja ishte një nga sëmundjet më të frikshme në botë. Ajo përhapej përmes pleshtave të minjëve. Fillimisht ngordhnin minjt, pastaj sëmurej njeriu. Pas disa ditësh shfaqeshin ethe të forta, dhimbje të tmerrshme dhe enjtje në trup. Shumica e të infektuarve vdisnin. Brenda pak kohe, frika përfshiu të gjithë Gjakovën. Qyteti u vendos në karantinë, nga Pashtriku deri në brendësi të Drinit, nga Nën Shkelzeni deri tek Lumbardi i Deçanit. E gjithë zona u izolua. Askush nuk hynte dhe askush nuk dilte, por mes njerëzve filloi të përhapej një dyshim. Po sikur kjo sëmundje të mos kishte ardhur rastësisht. Në shënimet e tij, Kazazi shkruante se kjo e keqe mund të mos kishte ardhur nga qielli. Sipas disa mendimeve të kohës, luftrat nuk bëheshin vetëm me shpata dhe pushk, ndonjëherë përdorej edhe sëmundja. Ideja ishte e frikshme. Një mikrob mund të vriste më shumë njerëz se një ushtri e tërë dhe nuk linte asnjë gjurmë. Në atë kohë, kufiri mes perandorisë osmane dhe fuqive të tjera ishte pikërisht në këtë zonë. Shkodra, Gjakova dhe malësitë përreth ishin një pikë strategjike ku përplaseshin interesat e lindjes dhe perëndimit. Dhe kjo bëri që shumë njerëz të dyshonin, por ajo që ndodhi më pas ishte edhe më e frikshme. Sëmundja nuk u përhap në mënyrë të zakonshme. Ajo u shfaq fillimisht në periferi të qytetit, në disa zona më shumë se në të tjera. Kjo i bëri njerëzit të mendonin se dikush e dinte saktësisht se si do të përhapej. Frika u kthye në panik. Familjet mbylleshin në shtëpi, rrugët boshatiseshin. Njerëzit shmangnin njëri tjetrin. Një kollë e thjesht mjaftonte për të ngritur alarmin.
Në pak javë, qyteti që dikur gumëzhinte nga jeta u shndrua në një vend të heshtur. Disa kronika flisnin për mira të vdekur. Por shqiptarët nuk qëndruan duar kryq. Në malësit përreth ekzistonte një praktike vjetër popullore. Gratë e moshuara përdornin një metodë të çuditshme për të luftuar sëmundjen. Ato merrnin lëng nga hunda e një të sëmuari dhe e vendosnin në një plag të vogël në lëkurë. Ideja ishte që trupi të mësohej me sëmundjen dhe të bëhej rezistent. Sot kjo tingëllon si diçka primitive, por në fakt ngjan shumë me parimin e vaksinimit modern. Pal këtyre praktikave dhe izolimit të disa zonave, përhapja e sëmundjes u ngadalsua. Por plagët që la pas ishin të mëdha. Qyteti u trondit, familje të tëra u shuan, frika mbeti për vite me radhë. Dhe ndërsa kjo dramë zhvillohej në Gjakov, njeriu që dokumentoi gjithçka po linte një trashëgimi të jashtëzakonshme për historinë shqiptare. Gjon Nikol Kazazi nuk ishte vetëm dëshmitar i këtyre ngjarjeve, ai ishte një nga figurat më të rëndësishme kulturore shqiptare të shekullit 18. Ai kishte studiuar në kolegje të njohura në Itali dhe ishte bërë doktor në filozofi dhe teologji. Në vitin 1743, ai u emërua krye i peshkv i Shkupit nga Papa Benedikti i 14. Por kontributi i tij më i madh në historinë shqiptare ndodhi pikërisht gjatë qëndrimit të tij në Rom. Aty ai zbuloi një libër që sot konsiderohet thesari më i madh i gjuhës shqipe, me sharrin e Gjon Buzukut. Librin e parë të njohur të shtypur në gjuhën shqipe, të botuar në vitin 1555. Pas zbulimin e Kazazit, ky libër ndoshta do të ishte humbur për gjithmonë. Ai vdiq në vitin 1752, por emri i tij mbeti përgjithmonë në historinë shqiptare. Dhe bashkë me të mbeti edhe kujtimi atij viti të errët kur Murtaja ra mbi Gjakov. Një histori që edhe sot ngre pyetje. A ishte thjesht një epidemi, apo një loje errët e politikës dhe luftës së kohës? Historia nuk na jep gjithmonë përgjigje të qarta, por na lë dëshmi. Nëse ju pëlqeu kjo histori, shkruani mendimin tuaj në komente. A mendoni se sëmundjet janë përdorur si armë luftës? Ne jemi Histori Epike, aty ku e kaluara rilind. Deri në vidion tjetër, qëndroni krenar dhe të vetëdijshëm për gjakun që rrjedh në damarët tanë.